Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Miratimi i ligjit për autorizimin e mbrojtjes kombëtare të SBA-s ka rikthyer Kosovën në fokusin strategjik të Washingtonit dhe ka krijuar një momentum të ri politik për vendin. Vlerësojnë njohës të rrethanave politike në Kosovë. Ata vlerësojnë se përfshirja e Kosovës në këtë ligj konfirmon rëndësinë strategjike të saj për Ballkanin, por edhe për SBA-t. Megjithatë, njohës të rrethanave politike thonë se ligji nënshkruar nga vetë Trumpi ka edhe detyrime për Kosovën. Kosova është përfshirë në qëndrime të rëndësishme në ligjin e autorizimeve të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara për vitin e ardhshëm, që u finalizua në Kongres dhe u nënshkrua nga presidenti Trump. Në politikën amerikane për Ballkanin Perëndimor, Kosova do të ketë mbështetjen drejt integrimeve në NATO dhe Bashkimin Evropian, përkrahjen në dialogun në Serbinë të bazuar në njohjen reciproke, ndërsa kundërshtohet çdo ide për ndarja për shkëmbim territorësh mbi baza etnike. Megjithatë, SBA-t kanë parapar edhe sanksione ndaj çdo kujt që cënon këto parime, thotë ish diplomatja Alma Lama. Dokumenti në fjalë sigurisht që është shumë i rëndësishëm edhe për një fakt tjetër, sepse është vazhdimësi e politikës për sa i përket antarësimit të Kosovës në strukturat euroatlantike, pra edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, e mbështet këtë lloj ambicie të Kosovës, por edhe të rajonit. Po kështu theksohet që të gjithë ata që krijojnë probleme dhe tensione në rajon, po kështu edhe personat e korruptuar do të jenë fokusin e politikës jashtëm amerikane dhe realisht të ndërnë interesat edhe të SBA-s. Kjo i bie që është tërësisht vazhdimësi e strategjisë së mëparshme të theksuar edhe nga zoti Biden. Prandaj tani për tani Kosova duket se është e mbrojtur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo nuk do të thotë që realitetet e reja gjeopolitike duhet ta gjejnë të papërgatitur dhe fleksibile klasën politike në Kosovë. Ky draft është pjesë e strategjisë së SBA-s për të forcuar stabilitetin, sigurinë dhe zhvillimin demokratik në rajon. Dokumenti po ashtu përfshin një seksion të veçantë për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, sipas të cilit palët inkurajohen të zbatojnë marrëveshjen e Brukselit të 27 shkurtit 2023 dhe aneksin e Ohrit. Marrëveshje kjo që në Kosovë nga shumë kush u konsiderua e dëmshme. Po sigurisht, çdo marrëveshje e cila nënshkruhet, edhe pse këta pretendojnë se ka nënshkruar, por është marrëveshje miratuar, sigurisht që i bie është detyrim ndërkombëtar për Kosovën dhe është vazhdimësi, duhet të respektohet dhe të implementohet. Si marrëveshja e Ohrit, që në fakt është kritikuar për shkak se zgjeron shumë çështjen e autonomisë, pra nuk është në asociacion, si modeli i asociacionit që ka Kosova, por është një lloj autonomie për serbët në veri të Kosovës. Po kështu edhe marrëveshjet e tjera të cilat duhet të respektohen. Analistët në vazhdimsi kanë potencuar se me njëherë pas formimit të institucioneve të reja, ekzekutivi do të përballet me trysni amerikane për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, të cilin e konfirmon edhe ligji nënshkruar nga presidenti Trump për autorizimin e mbrojtjes kombëtare të SBA-ve. Kësaj, qeveria e dal nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, punën e parë që do ta bëjë është rikthimi në dialog me Serbinë dhe zbatimi të gjitha marrëveshjeve që ka planuar qeveria Kurti 2. Në ditën e 5 të fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare që mbahen më 28 dhjetor, do të ndiqni kronikat rreth aktiviteteve të partive politike këtë të diel. Lidhja Demokratike e Kosovës në vazhdim të fushatës zgjedhore shpalosi atë që e quajti kontrata e jetës me shtetin. LDK tha se ka ekip dhe vullnet për t'i bërë zgjidhje qytetarëve të vendit. Jo premtime për fushat, por sistem për jetë. Kjo është kontrata e jetës me shtetin. Çdo shoqëri serioze fillon me një pyetje të thjeshtë: çfarë i detyrohet shteti qytetarit të vet, jo në fund të jetës, jo vetëm në krizë, por që nga dita e parë. Ne besojmë se shteti duhet të jetë i pranishëm në çdo hap të jetës së qytetarit, jo si bamirës, por si partner. Prandaj, ky është vizioni ynë, kontrata e jetës me shtetin. Ne besojmë në një shtet që nuk shfaqet vetëm në zgjedhje, por ecën me qytetarin në çdo hap të jetës.
LDK gjithashtu ka paralajmëruar 3 tubime për të dielën në Kaçanik, në Ferizaj dhe Viti. LDK tha se kandidati për kryeministër Lumir Abdigjiku do të qëndrojë në këto komuna për të paraqitur drejt për drejt vizionin e tij qeverisës për Kosovën. Për Kosovën vjen vetëm një shtëpi politike, vjen Lidhja Demokratike e Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës të dielën ka vazhduar fushatën e saj duke prezantuar planet e saj zhvillimore në komunën e Istogut. Kandidati i AK-s për kryeministër Ramush Haradinaj bëri të ditur se në këtë komunë u diskutuan, planifikuan dhe ndërtuan ide konkrete që kërkojnë punë, sakrificë dhe këmbgulje. Edhe duke qenë se kemi një listë tillë për fat mirë, shumë për juve e meritoni edhe keni qenë të denjë me qenë këtë listë, po do t'jemi bashkë në vazhdimsi, që programi ynë parashet dyfishimin e pagave, dyfishimin e pensioneve të shtesave, rritjen e investimeve kapitale, ose zhvillimin ekonomik, gjenerimin ekonomik. Është i punum nga njerëz më të zotë që i ka veni, po kemi marrë dhe ekspertizat jashme. Peshën më të madhe, kolege, batni ju, komisionerëve shkush, strukturat, qendrave të votimit, nuk ka me qenë letë për ju, sidomos në 72 orët e funit i doni me hynë tem, me ditë çka pëndohë, është do gjë në rregull. AK gjatë ditës shpalosi edhe vizionin e saj për bujqësi në Kosovë, i cili në qeverisjen e ardhshme Haradinaj, fermerit do të jetë prioritet shtetëror. A nuk jeni lodhur ende nga përçarjet dhe krizat? Unë po. Kandidati nga PTK për kryeministër Betri Hamza e bëri të qartë se në qeverisjen e tij bizneset, mbështetja për punëtorët dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës do të jenë prioritetet e tij. Që unë jam kryeministër rritet tatimin pronë. Do ta ulëm pak. Jo, ja këto kam ndruar atlet se për një merë, do të thonë morri tatimin pronë, më shumë se 200% është tepër shumë, është pa përballueshme. Edhe mju furnizume rrymë, edhe çmimin e rrymës mja u liru pak, se u bobore modhe. Hamza gjithashtu gjatë ditës në një video të tij ka ftuar të gjithë qytetarët që të bashkohen, pasi siç tha, nga Kosova e përqar të gjithë jemi të humbur. Humb shteti, humb Kosova. Unë nuk besoj në politikë që përqar, unë besoj në bashkim, sepse vetëm bashk jemi më të fortë, vetëm bashk fitojmë. Kandidati për kryeministër Betri Hamza gjithashtu të dielën zhvilloi tubime në Suarek, Shtime dhe Lipjan. Kandidati për kryeministër nga nisma social-demokrate Fatmir Limaj ka publikuar pamje të përkrahjes që po merr nga qytetarët anëkënd Kosovës. Të dashur ju bashkëluftar, ju shokët mjet luftës, prej ditëve të para e me juve deja i fundit kur e kemi shliruar Kosovën. Nga malet e Berishës e të bjesht e Pashtrikut. Qindra mira bashkëluftar nga çdo cep i Kosovës dhe të rreth shqiptarëve. Unë e di, e kam pa me së të me guximin të ju. Me juve kam bashkëluftuar, me juve kam bashkëtuar, me juve kam gëzu fitore dhe me juve kemi qajt plakët e tona dhe shokët e ranë. Kosova ka nevoj për qatë guxim, e me dho shpresë së kur dikur. Të dashur bashkëluftar, bashkoja aty ku ju flatë zemra. Bashkoja rreshtoj në numrin 122, kja jo për matë shpresë. Limaj ka ftuar bashkëluftëtarët e tij, por edhe të gjithë qytetarët që t'i bashkohen në atë që e quan çarje të rrethimit. Kandidati për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, të dielën shpalosi vizionin e tij për mbrojtje, duke përmendur të arriturat në këtë sektor gjatë qeverisjes së tij. Mos shlope për siguri e për begati, pra vazhdim i qeverisjes tonë bërë mirë, për masën siguri, masën begati,
mbështetjen e qytetarëve për shoqërinë dhe për çdo familje. Kurti gjithashtu ka publikuar edhe fotografi gjatë takimeve të tij me veteran të UÇK-s, ndërkohë që ka ftuar qytetarët që t'i bashkohen në tubimin në komunën e Pejës. Fabrikën e municionit dhe fabrikën për prodhimin e dronave made in Kosova. Mbi 19.000 shtetas të Kosovës më 27 dhjetor do të votojnë në 16 ambasada dhe 13 konsulata të shpërndara në shtetet të ndryshme të botës. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi ka shpjeguar edhe ndryshimet që kanë shoqëruar procesin e përcaktimit të përfaqësive diplomatike në të cilat do të zhvillohet votimi fizik. Për herë të dytë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të organizojë votimin në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës. Pas zgjedhjeve të fillim vitit të mbajtura më nënshkurt, KQZ do të mbyll këtë vit me një proces tjetër zgjedhor, gjithashtu për Kuvendin e Kosovës. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi tha se një ditë para zgjedhjeve në Kosovë, më 27 dhjetor, do të hapen qendrat e votimit në 29 përfaqësi diplomatike të shtetit të Kosovës për të mundësuar votimin e më shumë se 19.300 shtetasve të Kosovës. Më 27 dhjetor, procesi i votimit për zgjedhjet e Kuvendit të Kosovës do të zhvillohet në 16 ambasada dhe 13 konsulata të shpërndara në 18 shtete të ndryshme të botës. Sipas kohës lokale, së pari votimi do të fillojë në konsulatën e Kosovës në Stamboll për të vazhduar me hapjen e qendrave tjera në përfaqësitë diplomatike të vendosura në shtete tjera të Europës. Në fund, votimi do të mbyllet me Washingtonin, New Yorkun, Ottawën dhe Toronton. Fillimisht, KQZ kishte planifikuar që votimi të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike dhe në 10 qendra votimi jashtyre, për që hapësirat e votimit jashtëpërfaqësive u anuluan nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, por edhe Gjykata Supreme. Më 18 dhjetor, KQZ ka rishqyrtuar vendimin dhe procesi i votimit nuk do të zhvillohet as në 8 përfaqësi të tjera, tha Elezi. Planifikimi fillestar i KQZ-s ka qenë që ky proces të organizohet në 50 përfaqësi diplomatike të vendosura në 36 shtete, si dhe në 10 qendra votimi jashtë përfaqësive diplomatike. Pas vendimit të BZAP-it, Gjykatës Supreme dhe pas përfundimit të regjistrimit të votuesve, KQZ ka reduktuar votimin në 37 përfaqësi diplomatike. Sipas vendimit të fundit të KQZ-s, nga kjo listë janë larguar edhe 8 përfaqësi të tjera dhe 70 votuesit e tyre janë udhëzuar që të votojnë përmes postës. Votimi jashtë Kosovës shkaktoi një përplasje mes antarëve të KQZ-s, me që antarët të lëvizjes dhe vendosjen në Komisionin Qendror Zgjedhor kërkonin hapjen e qendrave alternative të votimeve në diasporë, përfshirë votime në objekte fetare dhe restorante. Ndryshe, votimet në diasporë në vazhdimsi janë parë me shqetësim për shkak të cenimit të konfidencialitetit të tyre, pasi shumica e votuesve në diasporë votimin e ushtrojnë në mënyrë grupore dhe familjare. Fushata zgjedhore tashmë ka hyrë në javën finale të saj. Ajo që bie në sy janë premtimet e subjekteve politike për rritje të mirëqenies së qytetarëve, por pavarësisht se a do të arrijnë që ato t'i realizojnë premtimet e tyre, një gjë është e sigurt. Mbi 60 deputet të legjislaturës së nëntë kanë siguruar pagën prej 1.900 euro për vitin e ardhshëm. Rritja e pagës minimale për mirësimi jetës së qytetarëve, rritja shtesave për fëmijë dhe nënat lehona e shumë çka tjetër janë premtimet e plasuara për qytetarët që nga nisja fushatës zgjedhore nga kandidatët për kryeministër për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në javën e fundit të fushatës, ndërkaq, takimet, tubimet dhe premtimet kanë intensifikuar ritmin. Analistët politik vlerësojnë se premtimet e subjekteve politike ndërlidhen me problemet e brendshme të Kosovës, por sipas tyre, partitë politike nuk po përmendin sfidat që realisht ka vendi, siç është rikthimi në dialogun me Serbinë dhe përmbushja e obligimeve që ka marrë qeveria Kurti 2 në Bruksel dhe në Ohër. Në këtë kontekst, Belgzim Kamberi nga Instituti Musine Kokalari
thot se më 28 dhjetor do të shihet nëse qytetarët janë të kënaqur me ekonominë dhe mirëqenien e tyre, apo do të kërkojnë ndryshim të politikave. Pastaj do të mbetet të shihet faktikisht se qytetarët ku janë më të ngjeshëm në çështjen e votave, dhe në një rënën e parë që është më e rëndësishme është bllokada nënmujore, a ka me pas efekt në dalje zgjedhore, dhe te votimi dhe për kënd do të votojnë qytetarët, kënd do ta lajnë më të përgjithshëm, përgjegjësinë më të madhe për shkak të bllokadës. Mes zhvillimeve në fushatën zgjedhore këtë ditë dhe rënjes së standardit jetësor të jo pak qytetarëve, do theksuar se mbi gjysma e deputetëve të legjislaturës së 9 kanë siguruar mirëqenien e tyre, të paktën edhe për një vit, edhe pse kjo legjislaturë konsiderohet nga më të dështuarat në historinë e shtetit. 67 deputet tashmë kanë siguruar pagën kalimtare për një vit. Ndonse ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetëve parasheh beneficione për deputetët, përfshirë kompenzimin kalimtar sipas shoqërisë civile, kjo kërkesë konsiderohet si tejet e ulët. Kjo situatë është jashtëzakonisht shqetësuese për arsye që qytetarët e Republikës së Kosovës po kalojnë drejt ose po kalojnë një krizë jashtëzakonisht të madhe, ashtu të themi një pjesë e tyre të mbijetesës, kështu që është jashtëzakonisht shqetësuese që deputetët përveç pagës tyre bazë tashmë aplikojnë edhe për pagën kalimtare të tyre, për arsye që duke ju transferuar deputetëve nga buxheti i Republikës së Kosovës pagën kalimtare, atëherë patjetër pashmangshëm dëmtohet edhe vetë buxheti i Republikës së Kosovës. Paga kalimtare nënkupton që deputeti do të marrë pagë mujore bazë nga Kuvendi i Kosovës në vlerë prej 1.914 euro për 12 muaj. Për të përfituar këtë benefit, deputeti duhet të deklaroj se nuk punon apo nuk pensionohet. Kësaj 23.000 euro do t'i kushtoj Kuvendit të Kosovës një deputet për një vit, ndërsa 67 deputet që aplikuan për pagën kalimtare pritet t'i kushtojnë buxhetit 1.5 milion euro. Nga lëvizja vetëvendose janë 28 deputet që kërkuan pagë kalimtare. Mes tyre Glauko Njufca, Mimoza Kusari, Artan Abrashi, Saranda Bogujevci dhe Armen Muja, të pasuar nga 14 deputet të PDK-s, 12 të LDK-s, 4 të AAK-s, 1 nga Nisma, 1 nga lista serbe dhe 7 deputet të grupit multietnik. Ndërkohë, 120 deputet të legjislaturës së fundit, e cila është karakterizuar për seanca që kanë zgjatur nga 2 minuta, i kanë kushtuar Kuvendit të Kosovës gjithsej mbi 1.8 milion euro. Për më shumë informacione klikoni në rtv21.tv. Mirupafshim.